Pranvera erdhi, por bashkë me të erdhën edhe gjethet e fikut. Benefitet e gjetheve të fikut në metabolizmin ton janë të pafundme. Antiinflamator për të bërë kompresa në një lëkurë që kemi akne, por në të njëjtën kohë kemi dhe pore të hapura. Gjithashtu, për diabetin është mrekullia e sistemimit dhe balancimit të sheqerit në trupin ton. Gjithashtu, një ndihmë si për kolesterolin, ashtu dhe për yndyrnat e larta. Duke shoqëruar me gjethet e ullirit që përsëri janë një thesar, është antibiotiku më natyral që kemi. Gjethja e ullirit, ashtu si vaji i ullirit dhe vetullin, është antibiotik 8000 vjeçar. Miksoni 2-3 gjethe të fikut në të njëjtën kohë me një deg të vogël me gjethe të ullirit, zijeni për 5 deri në 7 minuta dhe këtë miksim mund ta pini gjatë ditës 3 herë në ditë nga një gotë çaji. Më vonë, më falenderoni, por dhe më shkruani për rezultatet që do keni në trupin tuaj.